shpjegohet një çështje shumë e rëndësishme. Pra që do thotë se kur rritën numri i bashkive, rritet edhe numri i punonjësve, po ka ndodhur e kundërta, unë po jap vetëm një referencë. Në vitin 2014 ne kemi pasur gjithsej 17.000 punësuar dhe kishim 373 njësi vendore. Pra që do thotë që kishim një mesatare diku ke 11 deri në 12.000 po themi banor për njësi vendore, por ndërkohë kishim edhe të punësuar një numër të kufizuar. Dhe kauza në vitin 2014 ka qenë që të ulim numrin e fuqisë punëtore, pra të kursim buxhetit shtetit $80 milion, dhe për pasoj të rritet shërbimi i qytetarëve. Çfarë ka ndodhur në fakt në këtë periudhë? Kemi patur 17.000, për të qenë sinqert, pak më shumë se sa 17.000, po më pak se sa 18.000. Sot ne kemi 41.000 punësuar në këtë sektor. Pra 6 herë më pak numër bashkish dhe ndërkohë 2.5 herë më shumë numër punonjësish në raport me atëherë. Jo vetëm që është rritur po themi numri i punonjësve, po përkundrazi kemi dhe përpasoj një ndryshim total të buxhetit bashkisë. Pra nëse në vitin po themi 2015 më shumë se sa 38% e buxhetit shtetit ose 38 lek në 100 lek shkonin për investime, sot shkojnë vetëm 18 lek. Pra kemi investime kapitale në raport me buxhetin total 2 herë më pak. E përpasoj kemi më shumë, po themi, fond për paga dhe sigurime shoqërore. Dhe çfarë do thotë që nuk kemi patur një ekonomi shkallë, por kemi patur një bashki në funksion pra praktikisht nuk është se është shtuar numri, nuk është shtuar, po themi, efikasiteti i shërbimeve, thoni ju, edhe pse ka shtuar, edhe pse kemi shtuar me numër të punonjësve, ka ndodhur e kundërta sa i takon shërbimeve të cilat duhet t'i ofrohen qytetarëve.